Sikurse u lajmërua një ditë më parë, mëngjesin e sotëm, kryeministri Rama mblodhi Komitetin e Emergjencave Civile për situatën e përmbytjeve masive që ka paralizuar vendin prej ditësh. Mirëpo edhe sot, sikurse pritej, kryeministri Rama nuk mori asnjë përgjegjësi personale, por ja atribui përmbytjet ndryshimeve klimatike globale dhe hedhjes së mbeturinave në rrugë nga shqiptarët. Rama deklaroi se të gjithë hidrovorët dhe kanalet kanë qenë funksionale pavarësisht pamjeve nga terreni që treguan të kundërtën. Sipas kryeministrit, deri më tani janë konstatuar 1587 banesa me prani uji. Janë evakuuar 381 persona dhe mbi 13.000 hektar tokë bujqësore është përmbytur, ndërsa janë prekur edhe shkolla e qendra shëndetësore. Ai hodhi poshtë kritikat e opozitës duke theksuar se shiu nuk ndalet me protesta apo shpifje. Rama garantoi se të prekurit do të dëmshpërblen për banesat dhe gjën e gjallë, ndërsa strukturat shtetërore do të qëndrojnë në terren 24 orë. Nga ana tjetër, ministri i Financave njoftoi se qeveria ka vënë në dispozicion mbi 50 milion euro për përballimin e situatës së krijuar nga moti i keq. Moti i keq ka shkaktuar probleme serioze në disa akse nacionale të vendit. Në rrugën Fier-Vlorë pranë fshatit Ferras, një segment është përmbytur pasi ujërat e lumit Vjos kanë dalë nga shtrati, duke mbuluar edhe tokat bujqësore përreth. Qarkullimi është bllokuar përkohësisht edhe në aksin ujë ftohtë Tepelen, për shkak të rrëshqitjeve të dherave në zonën e urës së Leklit, ku rreth 70% e rrugës është zënë nga dheu. Situatë kritike paraqitet edhe në aksin Përmet Çarçov, ku çarja e rrugës pranë urës ka izoluar lëvizjen drejt juglindjes. Ndërkohë rruga Klos Burrell është e bllokuar prej orësh nga shembja e një kanali, duke krijuar radha automjetesh deri në 10 kilometra dhe duke bllokuar edhe një ambulancë. Policia dhe shërbimet e mirëmbajtjes janë në terren për normalizimin e qarkullimit. Pas përmbytjeve të rënda që goditën ndër të tjera edhe Durrësin, qindra qytetarë të tij dolën mbrëmjen e dieshme në protestë përpara bashkisë, duke fajsuar korrupsionin dhe keq menaxhimin për situatën e krijuar, për cilën tashmë edhe prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet. Protestuesit tentuan të hyjnë në godinën e bashkisë dhe u përplasën me forcat e policisë, ndërsa kërkuan llogari nga kryebashkiakja Emiliana Sako. Qytetarët thanë se përmbytjet të këtyre përmasave nuk janë parë prej dekadash, ndërsa pankartat akuzonin institucionet se korrupsioni ka hyrë në shtëpitë e qytetarëve. Kritikat forta u drejtuan edhe ndaj kryeministrit Rama. Sipas autoriteteve, zonat më të prekura janë Këneta, Katundi i Ri dhe Sukthi, pas daljes së lumit erëzen nga shtrati, me 10 hektar tokë dhe banesa janë përmbytur, ndërkohë që në Durrës u shënua edhe viktima e parë nga përmbytjet. Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu mbrëmjen e dieshme tregun e rrobave të përdorura në zonën 5 Maj në Tiranë, duke shkaktuar dëme kolosale materiale. Flakët nisën në një dyqan në qendër të një kapanoni dhe u përhapën me shpejtësi për shkak të materialeve lehtësisht të djegshme, falëndërhyrjes së 10 zjarr fiksëve nga disa bashki e mbështetjes së forcave të armatosura. Zjarri u vënë në kontroll gjatë natës. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por u dogjën plotësisht rreth 100 dyqane, ndërsa humbjet përllogariten në miliona euro. Autoritetet dyshojnë se shkak i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa tregtarët fajsojnë kushtet e dobta të kapanonave dhe mungesën e sigurisë. Njëri prej pronarëve deklaroi se dëmi i dyqaneve të tij llogaritet në 1 milion euro, ndërsa konfirmon edhe zërat që qarkullojnë se shkak i zjarrit mund të ketë qenë edhe plani për ndërtimin e pallateve. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka lëshuar akuza të forta politike në një seri intervistash, e katërta në radhë e tij. Ai akuzoi kryeministrin Rama për krijimin e 4 depozitave brenda shtetit, përfshirë Bashkinë Akshin dhe Ministri Kyçe. Ahmetaj tha se është kërcënuar me vdekje, pasi ka pasur plan për rrëmbim dhe eliminim fizik të tij, ndërsa akuzon kryeministrin se ka dorëzuar shtetin në duart e krimit të organizuar. Ndër të tjera, ai deklaroi se kryebashkiaku Erion Velia i ka hyrë në burg nga Edi Rama për spektakël politik dhe jo për drejtësi. Sipas tij, Velia është viktimë direkte e Ramës, ndërsa arrestimi është përdorur për heqje qafe dhe statistika. Në shifrat që publikoi Arben Ahmetaj, rezulton se 14 miliard dollar janë vjedhur nga Rama dhe ministrat e tij. Ahmetaj akuzon më tej duke thënë se ligjin në Shqipëri e bëjnë bandat, ndërsa për kryeministrin Rama thotë se të dhënat e qytetarëve ja dorëzoi organizatave kriminale. Një tjetër denoncim i Arben Ahmetajit është edhe fakti se pronat e ushtrisë, thot ai, po kalojnë tek izraeliti Ron Jefet. Referuar skandalit me projektin Smart City, ish numri 2 i qeverisë zbulon shifrat, duke thënë se shqiptarët paguajnë mbi 15.000 euro për një kamerë trupi dhe 50 për monitorimin e trafikut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar një sinjal të fortë politik drejt Shqipërisë pas aksionit në Venezuelë që u pasi paralajmërim për regjime të lidhura me krimin dhe drogën. Ndërsa opozita reagoi me entuziazëm dhe qeveria heshti,
Mesazhi konkret erdhi mbrëmjen e djeshme nga Tirana, e ngarkuara me punë e SBA-ve. Nancy Van Horn zhvilloi një vizitë në SPAK ku takoi drejtuesit e rinj të SPAK-ut dhe BKH-s, Claudian Brown e Joni Ketton, duke riafirmuar mbështetjen amerikane për luftën kundër krimit të organizuar dhe narkotrafikut. Ajo citoi sekretarin Marco Rubio: "Do të përballemi me kartelet e drogës kudo që ndodhen." Ambasada theksoi se SBA do të vijojnë goditje ndaj krimit ndërkombëtar. Në një kohë kur Shqipëria po etiketohet nga mediat huaja si narkoshtet, mesazhi është i qartë: zero tolerancë ndaj karteleve dhe lidhjeve të tyre politike. Ushtria ruse konfirmon se gjatë një sulmi masiv gjatë natës ka lëshuar raketën e re hipersonike Oreshnik drejt një objektivi në Ukrainë. Sulmi verifikuar edhe nga Kievi dhe i kryer pranë kufirit me Bashkimin Evropian. Moska e cilësoi veprimin si akmarrje për një tentativë të supozuar sulmi me dron ndaj rezidencës së Vladimir Putinit, akuzë mohuar nga Ukraina dhe SBA. Autoritetet ukrainase e quajtën sulmin kërcënim serioz për sigurinë europiane, ndërsa raportuan dëme në infrastrukturë kritike në rajonin e Lvivit. Sipas informacioneve paraprake, raketa mund të ketë mbajtur koka bërthamore inerte duke e bërë lëshimin kryesisht simbolik. Oreshnik u përdor për herë të parë në nëntor 2024 dhe është promovuar nga Putin si armë e pakapshme, me shpejtësi mbi 10 herë më të madhe se zëri, duke rritur tensionet mes Rusisë, Ukrainës dhe Perëndimit. Trazirat në Iran po vijojnë me intensitet të lartë për ditën e 12 radhazi me protesta masive kundër regjimit në pothuajse të gjitha qytetet e vendit. Situata raportohet gjithnjë më shumë jashtë kontrollit. Në qytetin Gorgan protestuesit kanë hyrë me forcë në godinën e guvernatorit dhe i kanë vënë flakën, ndërsa pamje nga zjarrvënia po qarkullojnë gjerësisht në rrjetet sociale. Automjete policie janë djegur në disa qytete, ndërsa në Isfahan është sulmuar dhe djegur ndërtesa e radio-televizionit shtetëror. Sipas raportimeve të pakonfirmuara, protestuesit kanë marrë kontrollin e 3 qyteteve, përfshirë Karajin, me rreth 1 milion banor. Protesta të mëdha janë regjistruar edhe në Tabriz dhe Mashhad, ku raportohet për të shtëna me armë. Organizatat e të drejtave të njeriut akuzojnë forcat e sigurisë se kanë qelluar mbi protestuesit.